طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Umdatul Ahkam, baza dispozitave të Maqdisiut. Jemi tek temat e fikut, kemi arritur tek përqendrimi në namaz, edhe do të trajtojmë çështjen e bashkimit namazeve në udhtim. Përqendrimi në namaz, vllazni, mu përqendru në namaz. Kur themi Allahu Ekber, duhet mu përqendru dhe duhet me ditë para kujt po kthehemi. Sahabët e pejgamberit a.s. para se mjanis me marr abdest, jënë saritu në ftyrë. Pse kanë ditë para kujt po dalin? Duke mendu, njeriu çdo herë duhet me mendu, se ti kur thu Allahu Ekber, Allahu subhanahu wa taala e drejton ftyrën ka ti. Derisa ti nuk bën lëvizjen djathtë apo në çmajt. Momentin kur ti Allahu Ekber thu edhe këshyr djathtë të çmajt, Allahu e hiq ftyrën prej teje. Ti du të më koni përqëndru mirë namaz, edhe jo rastësisht shpërblimin e ki nga 1/10 deri 1/9. 1/10, 1/9, 1/8, varsisht sa je i përqëndrum dhe i shpërqëndrum në namaz. Andaj, thelbi i namazit është përqëndrimi namaz. Thot shpërblimi shtohet edhe paksohet varsisht sa je i përqëndrum. A keni vrejt në herë knoqesh në namaz. Në herë bësh si rutin. Veç shpejt u fala. E kryta valla obligimin. Ndoshta Allah s'ta fal më subhanallah. Nëse falesh shpejt. Edhe pse është shumë problem, sidomos te na në Prizren këtu, kur njeriu po falet në xhami, pe merr një rutinë të namazit në për xhamia që po falet shpejt. Në shtëpi kur ta fal një sunet, atëherë falet në shtëpi shpejt. Pse sa u mësu, truni u mësu. Se i sheh për shembull disa progjallarë që falen shpejt, edhe ti vetiu ty të shkon pastaj më fal shpejt. Ai mirë është mu përqëndru në ruku, në sejdë, në qiyam, që me arrit shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Ka disa shkaqe për ta bërë zemrën të gatshme dhe prezente në namaz. Në një me kërku mbrojtje prej shejtanit mallkuar. Zaten këto e bëjmë, apo a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e themi në namaz. Sepse të shtin vezvese shejtani kur ti thu Allahu Ekber. Ti çon mend në për dynjë. Çka ki bo gjatë ditës apo çka ki bo më herët. Dhe ta humb kontrollin, ta humb përqendrimin në namaz. Andaj duhet me kërku çka mbrojtje prej Allahut nga shejtani i mallkuar. Pastaj thot meditimi me ajetet kuranore dhe duat me të cilët lutemi në namaz. Ma thon kur ti e din ato çfarë po thu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botrave. Spoku çto ajete apo çto sure që i themi në namaz, sidomos ato të fundit apo xhuzit amme, me e dit edhe përkthimin e tyre. Është mirë sepse njeriu mediton, apo kur ti në namaz mediton rreth Allahut subhanahu wa taala. Pastaj duat me të cilët lutemi në namaz. Kur ti bën dua, përqëndroj mirë në mbështetju tek Allahu subhanahu wa taala. Pikë tjetër është me vendos sutren. Sutre është një sen që e vendos përpara, që mos pengu kush del përpara, apo sepse ta dëmton namazin. Jo që të prishet namazi, por se ja ul vlerën namazit. Nëse gruaja del, gruaja që ka, domethënë që është e mbylyk, apo 5-16 vjet, 14 në varet, kur i vinë menstruacionet, mundet me ta prish namazin. Mirë, po fëmia edhe mashkulli nuk ta prishin, po ta ulin shpërblimin e namazit. Andaj, mes teje vendit sejdës edhe kalimit të dikujt duhet me pas një sutre. Sutre çka mund më konë? Mundet më konë një shtis, mundet më konë një tavolin, mundet më konë një shtyll, po mundet më konë edhe personi përpara. Po a ka obligim pasaj personi kur ta kry namazin me të prit ty derisa ti ta fal jo? Nuk e ka obligim, a i ka punë të veta.
Nëse vazhdon ai me dal, ti pastaj ecish namaz derisa ta gjen një vend të sutres, sepse mundet me ta dëmtu namazin. Po ashtu, futja namazit, vendosja shikimit në vendin e sejdës. Allahu ekber në drejtim të sejdës. Jo me këshyr djatë të shmajt. E me këshyr sa pare i ki këtu, e telefonin me këshyre. Më thonë, apo me ngrit kokën lartë. Ku të shkojtë, semi Allahu limen hamida nalt, kështu. Pejgamberi sa ka thonë, nuk ka frikë robi që ti qëronë syt, ti verbronë syt, a i cili shikon nalt. Nuk lejohet me shikon nalt. Shikon drejtim të sejdës, tërkohën, që më koni përqëndru me lena Allah subhanahu wa taala. Futja në namaz pas largimit të shqetësuesve dhe preokupuesve të mendjes si gjumi, oreksi, për të ngrënë apo dëshira për të pirë, të cilët janë nga shkaqet kryesore që ndalin zemrën të jetë e gatshme në namaz. Pse po i potencon këto autori i librit? Sepse në momentin kur ti ki oreks, ki apetit për me hongër, e ki ushqimin përpara, kuj du të mi dhonë përparësi? Logjika çka thot? Du të mi thonë namazit. Namazi jo para ushqimit, leti ushqimin. Jo, Muhamedi a.s. po thot, nëse ushtru ushqimi për kundër asaj që në lidh dikush namaz, ti du të mi thonë përparësi ushqimit. Se shkon mendja në ushqim, vëlla. Shkon mendja në ushqim. Ti thua Allahu Ekber, zemra e ki të ushqimi. Po çish mi apo çështin kur jemi për iftar, për shembull, që të dyja du të mi falë në kod vetë edhe sa ma shpejt, në më thonë si t'hin vakti me falë namazin, po dhe si t'hin vakti iftarit, akshamit, me prish agjërimin. Që kanë thonë ulemaja? I merë 3 hurma, pin pakuj, edhe pastaj falesh. Pas faljes, pastaj mund të hash ushqimin tjetër. Mirë po t'a prishësh, sepse njeriu tanë ditën ka agjëru, edhe gjatë namazit i shkon menja të ushqimi, për atë arsye pak e prish derisa ta fal namazin. Edhe gjumi, nëse je atë shumë i lodhur, mos fal namaz nafile. Se s'din çka po flet. A din që mundesh me fol një ajet që s'është ashtu që është zbritur në Kur'an. Për atë arsye, ka pas raste një transmetim thuhet që dikush tu majt ka fal namaz nate. Tu majt, tu i mshil syt. A thonë, qa përvon kjo? Tu fal namaz nate. Jo, ka thonë, zbon kështu. Je i këfjellshëm e fal. Nuk je i këfjellshëm, vazhdo me gjumë. Kjo nuk ka të bëj me farzin. Farzi është diçka tjetër. Po flasim për nafilen, apo? Pastaj thot, çështje tjetër është, nëse ki nevojë me dal me urinu, apo nevojë të madhe ki, përparësi i jep çka? Përparësi i jep nevojës. Përkundër asaj që po të hub xhamati. Duhet mi dhonë nevojës përparësi, nevojës vogël, ki nevojë të vogël, por nëse thu kom pak muj me bajt, atëherë mund të themi që kjo është e papëlqyeshme. S'po themi që është haram. Por se duhet mi dhonë përparësi vetëses para namazit, sepse ta hub koncentrimin apo në namaz. Pastaj hadithi 127, Aisha radiallahu anha transmeton se pejgamberi sa u fal me një robë me 4 ora, me vijat, shenja dhe ngjyra të ndryshme. Pejgamberi alayhis salam i hodhi një vështrim këtyre 4 orëve, i këqyri çto 4 orë që i ka në çatë robë. Dhe kur u largua nga namazi, tha, kthejani këtë robë Ebu Gjehmit, që ma ka dërgu mundemek. Dhe më sillni robën e tij që nuk ka shenja, pasi kjo më shpërqendroi në namaz. A e keni vërejt vllazni të pijat që në për xhamia, nëse kanë shumë vija, ta hupin koncentrimin. Edhe zbukurimet, po. Ta hupin koncentrimin. Ndërsa ti ku të shkon në namaz, du të më koni koncentrum, se je para Allahut azza wa jall. E jo ti shejtani veç ti qet vijat. Kështu ti qet vijat. Ta qet ndaj kryq aty. Vetë ty, do më thonë shejtani ka qef që me gjetë vijen, ka përshkon tash kjo vija. Kur gjohet s'ko të bëja, po shejtani e ka që të qëllim me ta largu ty për qëndrimin namaz. Edhe njeriu i këqyr vijat do më thonë, e tepijit. Dhe qëfar Muhamedi a.s. kishte në robë, dhe tha ma largoj tha për qëndrimin, më shpërqëndroj nga namazi, para të arsye tha, ktheja këtë robë, tha kujt? Tha Ebu Gjehmit, që ma ka dhënë dhurat, subhanallah. Ebu Gjehmi, kuptimi përgjithshëm hadithit, ja dha
ja dhuroi pejgamberit alayhisalatu wassalam robën e tij që ishte e zbukuruar me disa shenja, me disa viza. Dhe profeti alayhisalatu wassalam nga morali i vyer që kishte për të mos ja thyer zemrën dhurusit, ja pranoi peshqeshin që të dhurat. Mirë, po me qenë se robat kishin shenja që të bënin për vete dhe të rriqin shikimin, profetit alayhisalatu wassalam ju largua vëmendja në namaz. Edhe thot çfarë as se si dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk kishte si ta pranonte kët, sepse ai ishte i plot sikurse punët e tij, për kët urdhroi që t'ia kthenin robën kujt? M'ia kthy robën Ebu Gjehmit. Dhe këtu e nxjerrim një dobi, autori thot, që nëse ta jep dikush një rob, nuk është rob, çdo gjë nga dhurata, nëse ta hupsh përqendrimin apo nuk bjen tamam apo ku e diune, më mirë është m'ia kthy, mi thon jepja dikujt tjetër, se sa nga marrja nga turpi me thon hajt se s'pja kthej se ky ma dha më dhurat tash edhe çka më bë. Jo, ktheja, nëse she që ka ndaj numër tjetër, apo e ka pa vija, apo ku e diune, atëherë merja tjetrën, edhe çoja nderin në vend dhe nuk ka këtu ndalesë për këtë çështje që mos të mërzitër për refuzimin e dhuratës e për t'ia qetësuar zemrën. Profeti alayhisalatu wassalam urdhroi t'i sillnin një rob po të Ebu Gjehmit, por pa shenja. Ky ishte udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bukur. Tash e kemi bashkimin e namazeve në udhtim. Vllazni, prej sunetit pejgamberit alayhisalatu wassalam është që kur jemi udhtar, në dispozitën e udhtimit hyn edhe namazi apo bashkimi i namazit dhe shkurtimi i saj. Shkurtimin do të flasim në herën tjetër. Me i bashku namazet, por se ky bashkim i namazit bëhet edhe në shtëpi kur je, jo vetëm udhtar. Dhe tani do ta trajtojmë. Me qenë se nga udhëtimi priten vështërsi, legjislacioni islam sankcionoi lehtësime në adhurime për t'i mëshiruar muslimanët. Nga këto lehtësime është lejuar për udhëtarin që kur ta kap koha namazit dhe është ai në udhëtim, i lejohet me bashku drekën me iqindin, akshamin me yatsin. Drekën mundet me falë, në kohën e drekës ja bashkangjet edhe iqindin. Mirë, po mundet me falë edhe në kohë ikindis, drek ikindi. E njëjta gjë është edhe me akshamin dhe yatsin, ose në kohë të akshamit e falë aksham yatsi, ose në kohë të yatsis aksham yatsi. Dhe vitrin pastaj e falë, nuk ka asnjë problem. Hadithi 128. Abdullah ibn Abbasi radiyallahu anhu transmeton, thot se pejgamberi sa e ka bashkuar namazin e drekës me të ikindis në udhtim, sikur se ka bashkuar namazin e akshamit me të yatsis. Bukur. Pejgamberi alayhisalatu wassalam thot e kishte zakon që kur udhtonte i bashkonte namazet. Pastaj ulemat e kanë sqaruar dhe kanë thonë, bashkimi lejohet edhe në vendin, do më thonë në atë vendin ku dënë me shku të lejohet edhe atje me bashku. Mirë, po kanë thonë, është ma mirë gjatë udhëtimit me i bashku dhe me i shkurtu, mirë, po kur të shkon në vend, mi falë të ndara, në kohë të caktuara, të shkurtuara. Thonë e falë drekën në kohë drekës, të shkurtuar. Falë ikindin, të shkurtuar. Po a lejohet edhe atje mi bashku? Po lejohet. Por se po themi mirë, hala ma mirë. Apo që të dyjat lejon dhe nuk ka ndalesë në këtë gjë. E kishte zakon që kur udhtonte të ecte pa u ndalur dhe bashkonte drekën me ikindin, ose bashkim të shtyr deri në ikindi, ose bashkim të paraprir në drek, domethënë siç tham, në kohën e drekës edhe ikindin, në kohën e akshamit edhe yatsin e kështu me radhë. Mendimet e dietarëve përsa i përket bashkimit të namazeve. Dietarët kanë mendime të ndryshme. Medhebi Hanefi nuk e praktikon bashkimin e namazeve. Dalin në udhtim dhe nuk e praktikojnë këtë sunet pejgamberit alayhisalatu wassalam. Këta praktikojnë vetëm në haxh kur shkojnë. Kur shkojnë në haxh, atje i bashkojnë. Ndërsa kështu kur del në udhtim, medhebi Hanefi nuk e ka këtë dispozit. Aja ka qillu, s'ja ka qillu, gabim e ka. Dhe ne nuk jemi fanatik nda asnjë medhebi, këtu i kemi sunetet e pejgamberit alayhisalatu wassalam i cili i ka bashkuar namazet. Shumë prej sahabëve dhe tabiinëve e lejonën bashkimin e namazeve. Ky mendim është medhebi Shafii, Imam Ahmedit, Thauri. Ky grup dietarësh argumentohet me hadithin e Ibn Abbasit, Ibn Omerit,
Në një hadith të Muadhit se thuhet se pejgamberi alayhi salam kur nisej për udhtim, pasi anonte dielli e falte drekën dhe ikindin, e pastaj ecste, ndërsa kur nisej për udhtim para perëndimit e vononte namazin e akşamit në mënyrë që ta falte me Yasin dhe thot këtu nëse nisej pas perëndimit e shpejtonte Yasin dhe e falte me akşamin në kohën e akşamit. Ebu Hanife dhe dy shokët e tij, Muhamedi dhe Ebu Jusufi, nxënësat e tij, Hasani an-Nakhi, nuk e lejojnë siç tham bashkimin e namazeve dhe hadithet që flasin për këtë aspekt i interpretojnë si argumenti për bashkim në aparencë. Si pas tyre namazi drekës vënohet e falet në fund të vaktit të saj. Do më thonë, këta kanë bo ijtihad me thëbi Hanefi dhe kanë thonë, për shembull, sa është ikindia sot tek ne është në 4:30, apo? Në 4:20 e falin drekën dhe kur bëhet 4:30 tirët e zani i ikindis e falin dhe ikindi. Dhe këto e quajnë ata bashkim. Domethënë kështu kanë menduar me thëbi Hanefi. Por se kjo na kemi argumente nga pejgamberi alayhi salam që i ka bashku qoftë kohë drekës, qoftë kohë ikindis. Pse atëherë mos me marr lehtësimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam? Në fakt ky është abuzim dhe bie në kundërshtim me sensin e fjalës bashkim, të përmendur në hadith, të cilën aludon në kryrjen e dy namazeve në vaktin e njërit prej tyre. Gjithashtu dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket gjykimit bashkimit namazit, a është i pëlqyeshëm apo i detyrueshëm. Mi bashku namazet, a i pëlqyeshëm, mustahab, a është obligim? A është obligim i detyrueshëm? Imam Shafi, Imam Ahmeti, pjesa dërmuese, thonë se udhëtimi është shkak për bashkimin e namazeve, qoftë ai bashkimi i shtyr apo i paraprir, si aprovim këtë mendim kemi në transmetim nga Imam Maliku, shumica e ulemave e lejojnë bashkimin. Ebu Hanifi e lejon bashkimin vetëm në Arafat, që shtam vetëm në Hax, dhe nuk lejon diku tjetër. Dole ti në udhëtim, nuk ka bashkim për ty, nuk ka bashkim të namazeve. Libri Muwatta të Imam Malikut transmetohet nga Muadh ibn Jabal se pejgamberi sa me ka vënuar një ditë namazin në betejën e Tebukut e pastaj doli e fali drekën bashkë me ikindin. Pastaj u fut e më pas doli e fali akshamin bashkë me Yasin. Ibn Abdul Barr thot se hadithi është i qëndrueshëm. Shafiu në librin e tij Ibn Abdul Barr dhe Al-Baji thot përmendin se hyrja dhe dalja e profetit alayhi salam faktojnë në një kohë që profeti s'ka qenë udhëtar dhe i ka bashku. Ka raste kur të lejohet mi bashku namazet edhe nëse nuk je udhëtar. Bukur. Nëse nuk je udhëtar dhe i bashkon namazet. Je në shtëpi, i bashkon namazet. A i shkurton? Nuk i shkurton. Shkurtimi është dhe bashkimi vetëm kur je udhëtim, në udhëtim, kur del në udhëtim. Dhe kur të lejohet mi i bashku dhe me i shkurtu, nëse destinacionin e ki me një vend të udhëtimit, apo po shkon në Gjermani për shembull, kur të lejohet ty me i shkurtu, si del prej Prizrenit. Tu kon Prizren jo. Dole prej Prizrenit, në Lubisht dole të lejohet me i shkurtu në Lubisht. Mirë, unë pjo bëj një pyetje. Nëse do në me shku në Lubisht, pra, a të lejohet me i shkurtu? Po ajo? Jo. Sepse destinacionin e ki në Lubisht. Që ato jo ofër është. Prizreni Lubisht një është në gjithë. Nëse e ki destinacionin ma largë me shku, atër dihet udhëtimi, tamam po dihet që te, do më thonë, masa apo familja e den që ti po shkon në udhëtim, dërsa ku shkon dhe i Lubisht, kërkush të që jetu udhëtu, sepse që aty e ki ofër. Bukur. Ama përsa i përket mendimit e Ebu Hanifës është absolutisht i refuzuar, pasi a i bie në kundërshtim me hadithet e sakta. Dobi, autori na përmend në këtë libër shkakun e bashkimit, e a është udhëtimi. Dhe kemi hadithe thot, po ashtu edhe shkaqe tjera që e lejojnë bashkimin e namazeve. Prej tyre është shiu, vllazni. Tani nuk praktikohet fatkeqësisht. Kur të bjerë shi, të lejohet me bashku namazin. Të lejohet me bashku namazin. Thot, transmeton Buhariu se pejgamberi sa e ka bashkuar akshamin dhe Yasin për shkak të shiut. Ka rashi e ka bashku akshamin dhe Yasin që i bie për Yasin nuk ka dalë. Për Yasin nuk ka dalë. Smundja, transmeton Muslimi se pejgamberi sa e ka bashkuar drekën me ikindin, akshamin me Yasin
pa pasur frikë dhe pa rënë shi. As frikë nuk ka pas, sepse një prej sebepeve që të lejohet me bashku namazin dhe me falë një shpe, çfarë është? Është frika, është smundja, është shiu. Këtu ka qenë i smut dhe Muhamedi a.s. e ka bashkuar namazin. Dobi tjetër, dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket përcaktimit të udhëtimit në varësi të cilën lejon bashkimin e namazit. Kjo mesele e gjon. Sa ditë me nejt me qenë udhëtar, konsiderohesh udhëtar. A duhet me kilometra apo si duhet? Mesele e gjon. Në këtë kuadër dy imamët Shafiu dhe Ahmeti aprovojnë udhëtimin që zgjat 2 ditë më shumë. Pra 64 milje ose 96 kilometra. S'ka argument. E thonë, po s'ka argument kjo. 96 kilometra, po 95, po 97, po 90, dikush ka thonë 80. Nuk mundesh me aqit lapsin me kilometra. Është problem. E rëndësishme e marrim fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes që ka thonë këqyrët te kultura e vendit. Kultura e vendit, ç'është të shetë o vëlla? Ti po shkon në Prishtinë, atë që udhëtar, vallai që tash muni sa të po shkoj me pi një kafe, një drek, po shkoj me hongër një dark, po shkoj me hongër në Prishtinë, kërkush thot që po shkon në udhtim. Prishtinë po shkoj. Mirë, po më herët kur i ke thonë po shkoj në Prishtinë, udh po marrësh ti, kanë thonë. Pas çështjet kanë ndryshuar. Varësisht nga rrethonat, ndryshon edhe fetfaja. Ibn Qayyim në librin e tij El-Huda thot transmetimi që flet për përcaktimin e 1, 2 apo 3 ditëve s'ka as një fije thot saktësi. As një fije saktësi. Se ka pas raste më shumë se një javë kanë nejt dhe e kanë shkurtu. Mirë po, nuk është kusht dhe më thonë një ditë, 2, 3, 4 apo ku e diune, dhe më thonë në këtë gjë, çka përfitojmë nga hadithi, lejimi i bashkimit namazeve drekës me ikindi akşamit dhe yacin, nga përgjithësia e hadithit përfitohet lejimi i bashkimit të shtyrë të namazeve dhe bashkimit të paraprir. Këtë përforcojnë edhe argumentet e lartë përmendura deri në takimin e radhës me shkurtimi i namazeve në udhtim. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.